Përshëndetje të mirë dhe mi. Ju uroj në tarua gëzuar festat, gëzuar Krishtlindjet, kudo që jeni. Këtu kam bërë një video për shenjën e dashit. Do shikojmë çdo shenjë video të ndarë dhe do shikojmë se çfarë do na sjell shenja e dashit, po dhe ju që keni diellin në shenjën e dashit dhe ju që keni hënën në shenjën e dashit dhe me radhë. Këtu kam hedhur 3 letra në tarua, po kam hedhur dhe letrën e energjive pozitive, të energjive tuaja, që na tregojnë romancën e ëngjëve, çfarë do na sjell këtë fundvit, dhe kemi The True Love. Vazhdojmë. Mbreti i shpatave, ose në të kundërt ne do ta përkëdhelim një çik se është fundvit, mund të quajmë sepse ky është një person i pjekur, një person i matur, një person që gjendja e tij mendore këtë momente është shumë i ftohtë në mendime, është shumë i kontrolluar, është shumë i qartë se çfarë kërkon, dhe aktualisht këtë fundvit ky kërkon të marrë disa vendime në lidhje me emocionet, që ka qenë një kohë e vështirë në 2025 për të. Ai vepron me ndjenjë, ai vepron me logjikë këtë moment dhe ka vendosur kufij në jetën e tij, por këto kufij që ka vendosur më përpara ai po i thyen nuk po i thyen lehtë, dhe ka vendosur domethënë që po përpiqet më saktë që të veprojë me logjik pak nga pak. Nga ana tjetër, ju, mbretëreshat e shkopinjve, domethënë shenjat e dashit, shikoj këtu një grua të fortë, një grua të ngrohtë, karizmatike, që jep energji pozitive, ka një vetbesim të plot në veten e saj, dhe shikoj që në këtë fund të vit, shikoj që sikur po del nga ajo errësirë që ka qenë për një kohë të gjatë. Dhe shikoj shumë pozitive këto momente për këtë që ne shikojmë këtë moment, po hapet një anë emocionale nga ana e saj. Kurse nga ana e atij personi, ai ndjen për ty, por nuk e shpreh me njerë, dhe se këtu letra e tretë të ka ardhur letra e diellit, më falni, dashje. Letra e diellit më tregon që ke rezultate këtë fundvit, sikur po lehtësohesh, po lë çdo gjë pas, je më i qartë me veten tënde, tani çdo gjë po del në shesh dhe ti po e shikon. Fundviti është më i mirë nga ai që ke pritur dhe ti vet, dhe shikoj që nuk ke më vuajtje, dhe thuat me veten që në 2026 do jetë një vit shumë i mirë për mua. Nuk lejoj askënd të më tregojë apo të më prishë të ardhmen time. Dhe unë këtu shikoj që ti tregon një kthim në jetën tënde, një shpresë të re në jetën tënde, dhe po ta vesh gosh, këtu je e buzëqeshur. Ai person që ti mendon këto momente është pak i mbyllur, është pak i pavendosur, por i kthjellët në mendimet e veta. Nga ana e energjike shikoj që këtu shikojmë që ka ngrohtësi femërore që e shtyn të ecë përpara këtë zotëri. Fundviti për ju do jetë një dritë qetësie, një lajm i mirë, ose një çlirim emocional. Shikoj që disa nga ju, pavarësisht se për disa nga ju është me mendimet tuaja sikur është dramatik, ky fundvit, ky fundvit është shërues, është i qetë, është çlirim, dhe këtu shikoj që ju aktualisht kërkoni shenja e dashit që ky person të mos jetë i zhurshëm, të mos jetë thjesht të marrë vendimet siç ju kërkoni. Energjia e tij është përballë. Mbretëresha e shkopinjve po ashtu. Sillin të dy ngrohtësi, sillin të dy një shtesë për të mbyllur kjo marrëdhënie që ju keni. Diçka po të rikujton se jeta nuk është vetëm mbrojtje, por kemi dhe gëzime me letrën e diellit. Vem te letra The True Love, që na tregon, unë e mendova që a ka kontakt, po ka kontakt, por jo me njëherë. Kjo letër më tregon që dashuria nuk është të shuar akoma, është një lidhje që nuk mbyllet me heshtje, mendime të thella për njëri tjetrin, dhe kërkoni të keni kontakt nga ana shpirtërore, jo nga egoizmi tuaj. Pra, ai person po i peshon mirë fjalët që ka për të thënë këtë moment, dhe shikoj që keni një komunikim sipërfaqësor. Si do jetë ky kontakt i butë, i qetë, me tone të qeta, dhe shikoj që keni për të afruar me njëri tjetrin, por jo me plagë. Prandaj, çdo gjë që do vi me siguri emocionale. Mesazhi im i kësaj letre është: mos e shty ose mos e kërko atë person. Lëre të vi vetë. Kur vjen nga e vërteta, nuk vonon shumë. Kontakt, po. Koha sa do vonoj,
nuk është e largët, është shumë e afërt, por me datë me orë nuk mund të ta them sepse është parashikimi i përgjithshëm. Çfarë qëllime ka? Do të ta thot vetë ai. Çfarë ndjenja ka reale? A ka iluzione? Jo, s'ka iluzione. Ai person këtë moment po bën një hap të rëndësishëm në jetën tuaj dhe se si do reagosh ti nga mënyra se si do flasi ai, aty është diçka që varet vetëm nga ty. Të përshëndes shenjë dashi, të përshëndes dhe gëzuar festat. Kalojmë tek shenja e demit. Shenja e demit, përshëndetje, gëzuar festat, të uroj në netarua më të mirën në të gjitha aspektet e jetës. Uroj që këto festat jenë sa më pozitive, sepse këtu shikoj që gjendja jote emocionale është shumë e fortë, ka ardhur me mbretëreshën e kupës, që tregon demi po hyn në këtë fundvit, po hyn me emocione të forta, por me sa shikoj disa persona kanë dëshirë të heshin në një moment, por shikoj që ke ndjenja, ndjenjat janë shumë të thella, por nuk i shpreh lehtë të këtë moment ti demi. Demi, ti ndjen më shumë se sa flet këto ditë. Ke një zemër shumë të butë dhe shikoj që këtë moment po e të mban të mbrojtur, po e mban veten të mbrojtur që mos lëndohesh ose mos dëgjosh fjalë që nuk ke dëshirë të dëgjosh, por unë shikoj që ka qetësi aktualisht, por brenda ka shumë mendime brenda vetes tënde. Nën të kupat më tregojnë që është një letër e dëshirës, një dëshirë të plotësohet, një kënaqësi. Shikoj që është një dëshirë që ka lidhje me ndjenjat e tua dhe diçka që ty të bën mirë këtë fundvit. Me sa shikoj ndjenja për fundvitin tënd, për ty, tregon se që do afrohesh me qetësi në diçka shumë të bukur familjare, lidhet dhe me mirëqenien emocionale, por diçka që të bën ty të ndihesh e plotësuar është familja jote, sepse shikoj që ke energji mungeset familjes, ke energji të mungeset, ose të thuash që unë dua dhe meritoj familjen time diçka më shumë, dhe këtu shikoj që vjen dhe kalorësi i shpatës që të tregojnë që ti këtë moment do marrësh një vendim të shpejtë, do marrësh një mesazh të papritur, një kontakt nga një person që të vjen telefonin tënd, një gëzuar vitin e ri apo gëzuar Krishtlindjet, të vjen pa paralajmëruar dhe kjo të bën që të mos, domethënë, unë nuk pres më pa fund, unë duhet të vendos çfarë duhet të bësh, dhe po, duhet të vendosësh sa më shpejt dhe të veprosh sa më shpejt, sepse mund të shkruaj dikush ose të flasë dikush papritur, që sepse ky është një njeri kalorës i shpatës, është një njeri që tregon veprime të shpejta, tregon mesazhe të papritura, ose një paralajmërim, me sa shikoj këtu, shikoj që emocionet e tua demi këtë moment janë të rezervuara, nuk tregohesh i lidhur aktualisht, por gjithmonë tregohesh emocionalisht i rezervuar, sepse brenda teje ke shumë dëshira të afrohesh me personin e zemrës, por ka diçka ose ai kontakt që do të vinë në jetën tënde, këtë fundvit është i qetë, mos ki frikë, është një ndjenje që kthehet dhe ti duhet të veprosh. Taroti të tregon, ose në netarua të thotë që ose një këshill nga mos u trëm nga shpejtësia, ajo që vjen sepse ndjenja jote e ka mbajtur gjatë në kraharor. Pse? Sepse ti kërkon një kontakt të shpejt me këtë person, dhe unë do të them që ky kontakt kur do ndodhi, me sa shikoj këtu do të ndodhë shumë shpejt. Energjia e kalorësit të shpatës vjen nga 1 deri në 3 javë. Prandaj mund të vihet në mbrëmje, mund të vi pa paralajmërim, mund të vijë pa pritur, dhe këtu shikoj që është fund vit, por dhe një fillim vit në një moment impulsiv për ty. Do me thënë që 2026 për demat nis pak impulsiv. Në lidhjen me dashurinë, shikoj që keni varësi emocionale, kjo letër të flet për mungesë dashurie, por në mënyrë se si është ose si e mendon ti dashurinë. Çfarë tregon kjo letër? Të tregon që ti aktualisht ke frikë nga humbja. Dhe demat në fakt kanë frikë të humbin partnerin, kanë frikë të humbin një pjesëtar të jetës së tyre. Dhe këtu shikoj që prap thua nuk jam e plot. Nuk jam një person i lumtur. Shikoj që kjo letër të tregon që dashuria nuk, aty ku ti je aktualisht sot, nuk është e shëndetshme. Dhe kjo dashuri nuk merr atë formën që ti do. Aktualisht je duke menduar me mendje. Dhe shikoj që ke marr rolin e shpëtimtares së marrëdhënies. Të uroj gëzuar festat.
Përshëndetje Binjaku, përshëndetje Binjaku, të uroj në të gëzuar festat, gëzuar këtë fund vit, të uroj një vit të mbarë dhe Krishtlindje sa më të mbara, kudo që të jeni. Binjaku, nuk e di pse po më hyn i bllokuar këtë moment, ke një bllokim mendor, shikoj dhe dyshime me veten tënde. Ke të çpatat që më tregon Binjaku mendon shumë këto kohë dhe frenohet, ka frikë brenda vetes tia dhe me sa shikoj këtu, shikoj që flet atë që do. Okej, por shikoj këtu që nuk është se s'ka ndjenja, por ka frikë nga pasojat se si do të vinë në të ardhmen. Dhe këtu vem tek 6 kupat. 6 kupat tregon që e shkuara po kthehet përsëri. Një rikthim personi nga e shkuara për këtë fund vit. Ai zotria ka mall ose ajo ka mall, ka nostalgji, ndjenjat akoma nuk janë shuar brenda tij dhe shikoj që ky fund vit zgjon kujtime dhe ndjenja të vërteta. Binjak, dikush të mendon seriozisht për një lidhje që ka pasur shumë peshë emocionale në marrëdhënien tuaj. Vem tek nga 6 kupat, vem tek 3 kupat. Shikoj që këtë fund vit ke kontakt, afrohesh me dikë, një kartolin pozitive, shikoj që ke një takim këtë fund vit dhe disa nga ju në këto festat Krishtlindje vit i ri, shikoj që do ndodh diçka e bukur, diçka pozitive, një gëzim, me sa shikoj këtu. Dhe shikoj që ndodhin disa biseda në një ambient shoqëror që ke kontakt, ke komunikim, të shikoj të lumtur, por aktualisht brenda vetes më ndihesh prap këtu tek 8 shpatat, e bllokon veten tënde, e bllokon sepse ti kërkon një takim fizik me një person, jo vetëm me një mesazh. Prandaj Binjakut do t'i thoshe që se kemi dhe letrën e dashurisë, i jepi një shans. Okej, sepse këtu tregon që universi po të thotë mos e mbyll derën nga frika. Se ti aktualisht e ndjen një lloj frike, sikur mos lëndoj prap, ose ky person, unë kam punuar shumë me veten time, kam shëruar veten time dhe ky person më vjen tani përsëri, jepi një shans, po ky shans të jetë ndryshe nga herët e tjera. Me sa shikoj këtu, shikoj që ti mendon sikur ke sakrifikuar shumë në të shkuarën tënde dhe shikoj që prandaj erdhën me 8 shpatat, shikoj që fillimi ka qenë me bllokime, me hezitime, shikoj rikthime ndjenjash nga e shkuara, shikoj që fund viti ka kontakte, ka takime dhe ti e i lutesh vetes tënde mëngjes drejt darkë që të kem një shans të dytë, por të jetë më me këmbë në tokë ky mashkull, ky person. Ky nuk është një fund viti mbyllur për Binjakët, shikoj që fund viti për Binjakët po hap një derë të re emocionale, shikoj që ju aktualisht keni shumë gjëra të reja në këtë moment. Pse po e them këtë gjë? Sepse e ndjen mendjen tënde të bllokuar. Shikoj që ka diçka nga e shkuar akoma që në jetën tënde, shikoj që ti kërkon të rikthehet një person dhe është një person i vjetër apo i ri, këtu shikoj që nuk është njohjere. 6 kupat më tregon qartë që është dikush që ka ekzistuar në jetën tënde, dikush që ka qenë në lidhje, që të ka lënë dhimbje, të ka lënë gjurmë, të ka lënë një histori që nuk është mbyllur emocionalisht. Si vjen ky rikthim? Vjen sepse Binjaku heziton të tek 8 shpatat, sepse ka frikë të mos përsëritet e njëjta histori, të njëjtat mendime, të njëjtat zhgënjime. Pra, këtë fund vit shikoj që lufta mes mendjes tënde dhe zemrës është që universi po të nxjerrë një mesazh shumë të fortë. Prandaj, ti duhet të jesh më pjekur, mos jesh më ajo vajza që ke qenë më përpara. A do stabilizohet kjo lidhje? Po ta them trot çfarë? Që flitet hapur që në fillim me personin, sepse nuk fshihen gjërat që të kanë lënduar. Vendos kufinj zemra ime, vendos kufinj dhe në qoftë se ai nuk është për ty, ti mos mbaj kontakt të hapur, po bëje një person që ka qenë thjesht një kalimtar në jetën tënde. Me sa shikoj këtu, shikoj që përmbledhja finale, me sa shikojmë këtu, shikojmë që personi është nga e shkuara sepse kishte 6 kupat. Do kesh kontakt këtë fund vit sepse ishin 3 kupat. 8 shpatat të tregojnë që je i bllokuar, por çelësi i shpirtit tënd është një shans i dytë. Por një shans i dytë të jetë ndryshe nga herët e tjera.
Kjo ishte për binjakun. Të uroj pushime të mbara binjak, të uroj edhe një fund vit të mbar dhe gëzuar festat. Përshëndetje gaforja ime, përshëndetje gëzuar festat, të uroj në netarua ku do që t'jesh, vetë qetësi, mbarësi, sepse dhe në parashikim që shikoj këtu, ti kërkon të jesh me qetë, të shikoj të jesh me qartë dhe shikoj këtu që ti nuk jep më dashuri si që ke dhënë më përpara. Vazhdojmë, kemi letrën e ermitit, 6 monedhat dhe 5 shpatat kokë poshtë. Ermiti çfarë më tregon? Që gaforja është e trequr me vetdije këtë moment dhe jo sepse është e mbyllur, por ka menduar qartë për veten e saj këto momente. Shikoj që gaforja ka kuptuar çfarë nuk do më në jetën e vet. Shikoj që ky vit ka qenë një vit i pjekurisë emocionale për gaforen. Gafore, shikoj që 6 monedhat është që diçka shpirti ta kërkon, por ti nuk jep më atë që ke dhënë më përpara, do të thënë ke dhënë dashuri dhe nuk e marr, ke dhënë respekt dhe nuk e marr, do të thënë që tani nuk ka më çfarë ke bërë, do të thënë në të shkuarën, nuk e bën më dyera të gabim. Shikoj që ti aktualisht kërkon respekt, kërkon ndihmë dhe vlerësim të ndërsjellët. Dhe shikoj që nëse nuk merr, nuk e për të dhënë. Gaforja ime dashur nuk pranon më marrëdhënie ku humbet vlerën tënde, ku humbet veten tënde, ku humbet gjërat e tua të jetës. Me sa shikoj këtu, shikoj që ke krijuar atë balancën e vetes tënde, nuk kërkon më gjysmë dashuri ose një person që nuk të jep më energji. Këtu shikojmë që kemi edhe 5 shpatat dhe kemi kokë poshtë. Shikoj që këtë moment kjo letër më tregon diçka shumë të rëndësishme. Shikoj që këto konflikte sikur dikush fiton, dikush humb. Me sa shikoj këto janë lojra mendore më shumë, janë fjale që të kanë lënduar në të shkuarën, janë njerëz që të kanë lënduar në të shkuarën, janë fjale që ose është ajo ndjenja që unë nuk jam mirë, unë nuk kam fituar, unë ndihem keq, edhe kur fitoj përsëri ndihem keq. Kjo tregon sepse ti ke pasur një luftë emocionale. Dikush të ka dashur të ketë të drejtë, por jo një lidhje. Dhe këtu shikoj që ti aktualisht, gafore, ke dalë e lodhur me këtë në 2025. Jo se je e thyer, por thjesht je e lodhur me 5 shpatat. Nuk është një humbje. Ta kesh të qartë, nuk është një humbje. Është që ty të bëri më të fortë, të bëri më të ndërgjegjshëm, të bëri që të largosh, sepse kjo ishte letra për dashurinë dhe thotë që largo njerëzit, sepse është letër kyç, është një mesazh kyç për ty, mos lufto më për të fituar, po zgjidh paqen dhe jo betejën. Pra, ti aktualisht duhet të largosh njerëzit që të bëjnë dëm. Mos u përpiq të kontrollosh njerëzit. Ata nuk janë ose mos bëj lojra me forcë, mos hy në jetën e dikujt me forcë. Thjesht lëri të vinë vetë në jetën tënde. Nëse dikush ose nëse diçka do të vi pa luftë, se ti gjithmonë ke luftuar për të patur një dashuri të sinqertë. Zemrat e mia gafore, të femrat sidomos, ju femrat keni luftuar shumë, femra gafore, dhe keni kërkuar një dashuri të jetë ndërsjellët. Por përkthimi për ty është që nuk ja vlen të fitosh me debate. Thjesht injoroj. Nuk ja vlen më të ulësh veten tënde. Thjesht injoroj. Pra, vlera jote është e ditur. Dashuria e shëndetshme nuk të vë përballë, por të qëndron pranë. Përbledhja për ty ermiti të tregon që duhet çdo gjë ta bësh tani tuti ta bësh me vetdije dhe të barazosh, domethënë më dhe një monedhë kam për të dhënë. Më dhe një kokërmoll kam për të dhënë. Pra, të jetë e barabartë. Prandaj edhe 5 shpatat të tregon që kam mbar fund konfliktet në jetën tënde. Mesazhi të thotë që hiq dorë nga lufta, jo nga vlerat e tua. Pra, ky fundvit për gaforen është më mirë paqe se sa një fitore bosh. A ka kontakt pas kësaj distance? Nuk e dia, do kemi kohë, por besoj se ti do kesh një kontakt me veten tënde. Është një kontakt i pastër, një kontakt ndryshe dhe jo si më parë. Ermiti të tregon distancën dhe 5 shpatat të tregojnë që
Përshëndetje, kalojmë tek shenja e Luanit. Luani, gëzuar festat, gëzuar këtë fund vit sa më të mbar, uroj që të merrni dhuratat sa më shumë pozitive. Dhe pse jo të kalojmë në një fund vit që të lëm pas çdo gjë të vjetër dhe 2026 të hyjë me diçka të re, sepse është pothuajse edhe viti juaj, unë kam thënë, nuk e di çfarë thonë astrologët, por ti të them që ky 2025 ka qenë një vit shumë problematik për ju shenja e Luanit. Gjithsesi, këtu kam hedhur disa letra të shikojmë për këtë fund vit se si do jetë në lidhje me ju. Keni burin e varur kokë poshtë, keni letrën e perandorit, kemi dhe letrën e botës, por kemi dhe një letër që e kemi në lidhje me dashurin. Vazhdojmë një nga një ti analizojnë në netarua. Shikoj që ky fund vit për ju, disa nga ju kanë një ndjesi sikur gjërat kanë ngecur. Dhe në të vërtetë ashtu jeni sepse keni burin e varur. Dhe ky është domethënë fundi i vitit 2025, sepse po të pret më shumë, sepse ke pritur më shumë nga vetja, ke pritur më shumë nga viti që lan pas. Domethënë 2025 për ty ka qenë një vit sakrifice, një vit pa rezultate të menjëhershme. Por kjo nuk do të thotë që ti ke humbur. Kjo nuk është humbje, thjesht është një ndryshim për ty të ti shikosh gjërat në një këndvështrim tjetër. Do thuash ti natar, po pse më thua kështu? Po, Luani, sepse ti kupton kur jep më shumë dhe ti kupton kur humbet veten. Pra, me letrën e burit i varur, shikojmë që ky fund vit për ty duhet të jetë ose më saktë të shikosh nga një këndvështrim tjetër. Ti Luan duhet të japësh vetes më shumë vlera. Okay? Pse po them këtë gjë? Sepse ke punuar shumë, ke dhënë shumë nga vetja dhe për njerëz dhe në biznes dhe kudo, por nuk e marr ose nuk e marr atë si thon atë kënaqësinë brenda vetes tënde. Them tek perandori. Çfarë thot perandori për ty? Shikoj që prandaj po të them për ty po të kthehet fuqia. Po të kthehet vetë kontrolli, po të kthehet vetë respekti. Me sa shikoj ky fund vit, po ndryshon gjithçka në jetën tënde, po hyn në një vit shumë të bukur me vendime të qarta. Shikoj që ke vënë kufin të fortë në jetë, por ke edhe një energji mashkullore dominuse që qoftë te Luani, qoftë tek personi që ke përballë. Luani nuk lutet më, Luani vendos rregullat në jetë. Luani ura, ja arrite qëllimit, sepse këtu shikoj që ke lënë të tjerë të vendosin për ty. Tani, ke thënë stop deri këtu. Kjo është familja ime, kjo është jeta ime, kjo është biznesi im, kjo është gjërat e tuaj që po mbyllen me fitore, sepse ke letrën e botës, letrën e tretë. Dhe kjo letër më tregon që ti po mbyll një cikël në jetën tënde, po përmbush gjërat që të kanë ngec, po përmbush gjërat. Dhe me sa shikoj këtu, ti thua me veten tënde që ose ke ndjesinë brenda që në nataro e kuptova mësimin. Dhe unë dua ta mbyll këtë kapitull, dua të jap provimin dhe fundviti për ty është provim. Është të përgatitesh për një kapitull të ri në 2026. Fundviti të gjen Luan më të plot, më të vetëdijshëm. Shikoj që ke përfundimisht, por dhe disa nga ju kanë gjetur paqen, kanë gjetur, nuk është paqe me dhimbje. Okej, dhe sepse po e them këtë gjë, sepse edhe letra që kam këtu, pay attention to red the flags, të thotë që ose më saktë të paralajmëron. Të paralajmëron, universi është shumë i qartë me ty, mos i injoro shenjat. Kjo do të thotë që nëse dikush të bën sjellje kontrolluese, ki kujdes, sepse ata persona nuk përputhen me veprimet e tua, nuk janë njerëz që të duan. Ndalo dhe mos shpëto kërkën duke sakrifikuar veten, sepse Luani gjithmonë ka sakrifikuar veten për vite të tëra. Me sa shikoj Luani këtë fundvit, shikoj që ke filluar, do me thënë nuk ka më sakrifica për të tjerët, ke reflektuar, shikoj që këtë moment me perandorin ke kontrolin, do marrësh vendime për jetën tënde, do marrësh, e di kush është çelësi Luani, sepse nuk kemi dhe kohë, çelësi jot është mos mbyll syt përpara shenjave të universit. Kjo nuk është fund vit i dobët për ty. Ky është fund vit shumë i fuqishëm kur ti del fitus nga 2025, sepse ti zgjedh veten. Pra, Luan, duhet të zgjedhësh veten dhe mendoj që
ti aktualisht ke përmbushur shenjat e tua. Të uroj Luan një fundvit të mbar dhe gëzuar festat. Virgjëresha të uron në tarua gëzuar festat, të uron një fundvit të mbar dhe uroj që ky 2025 të mbyllet sa më pozitiv për ty. Të uroj kudo që të jesh vetëm surpriza, dhurata dhe çfarë të do zemra jote. Vazhdojmë, kam hedhur 3 letra për ty, shikoj që për këtë fundvit shikoj qartë që ti këtë moment e ke nisur me asin e monedhës, diçka po hapet për këtë fundvit për ty, nuk është diçka konkrete, po nuk është dhe premtim bosh, domethënë është një fillim që po rritet dal nga dal dhe ka siguri. E dha një shenjë me sa shikojmë Virgjëresh, u dëgjua diçka. Shikoj që ke vlera dhe ke filluar të kesh stabilitet, por mesazhi sepse është as i monedhës, shikojmë që është tokë fort në këmbët e tua. Kjo është një farë e re që po del, por akoma mund të jetë në dashuri, mund të jetë diku tjetër, nuk e di, por mesazhi këtu është diçka që ti duhet vetë vlerësosh veten tënde në radhë të parë. Ke 6 shpatat, ke dhe 5 shpatat, gjë që më bën që duhet të lëvizësh, duhet të ecësh përpara. Është një largim nga stresi. 2025, me sa shikoj këtu, të ka mbajtur në vend numero. Dhe këtu shikoj që ti po largohesh nga mendimet e tua, po largohesh nga debatet emocionale që ke pasur, sepse ke pasur lodhje emocionale 2025. Dhe këtu ky fundvit për ty shikoj që do jesh drejt ujrave më të qeta tani e tutje. Fundviti të kërkon zhvendosje, energjie, jo të kthesh pas, por të ecësh përpara me qetësi. 5 shpatat shikoj që të sjell ose më saktë 5 shpatat të jep një paralajmërim. Mos hyr në lojra me forcë, mos los me njerëzit, mos fut në debate, sepse ti ndonjëherë nga kokforcia që ke, apo nga debatet që ke, apo ti kërkon të kesh fitore në çdo moment, kërkon të kesh debatin në pllëmbën tënde, por a ja vlen që ti të bësh më shumë nga ç'duhet, dhe tu shikoj që paqja vlen më shumë se personat që ke ti referotu. Virgjëresha, kuptoj disa gjëra. Vlen më shumë paqja. Okej? Dhe shikojmë në letrën kryesore që kemi retrat, të tregon mesazhi kryesor, të thotë të riqu pak. Rimbushe veten tënde me energji. Mos detyro asgjë dhe askënd të vi pas. Nuk është të dorëzohet, nuk të them që të dorëzohesh, po është që të kujdesesh për veten dhe të bësh një zgjedhje të mençur. Me sa shikoj këtu ndjej që kërkon të hapesh, çelësi jot më saktë është sepse këtu shikoj që ke një fillim të ri të mundshëm, një largim nga e shkuara e lodhshme, sepse kishe 6 të shpatat dhe 5 shpatat të tregon që ti duhet të japësh fund disa betejave të kota, dhe kjo është ajo që ti kërkoje. Kërkoje qetësinë e jetës tënde, qetësinë, hapësirë dhe të kujdesu këtë fundvit për veten tënde. Okej? Pse po ti them këtë gjë? Sepse ti nuk kërkon lëmosh. Me sa shikoj këtu, disa nga ju më kanë thënë që o nëna Taro, edhe unë prandaj po e bëj këtë parashikim për këtë fundvit, a do kemi një rikthim? A do ketë ai personi që është në distancë? A do vi me një mesazh? 6 shpatat, 5 shpatat dhe asi monedhës më tregojnë që distanca ishte e nevojshme për të të qetësuar ty si person. Dhe 5 shpatat tregojnë që të dy duhet të kuptoni që debatet nuk janë fitore, po janë një kup bosh. Okej? Nuk të çojnë askund. Pra, asi monedhës është kontakti i vetëm që vjen me qëllim. Por nuk shikoj që të keni më nostalgji për njëri tjetrin. Pra, këtu nuk është se po flasim kot, po të shohim si do ndërtojmë këtë jetë që po të vjen. Kur vjen ai person, me sa shikoj këtu është një pauzë shumë i gjatë. Është një kontakt i shkurtër me një mesazh të thjeshtë, është një mesazh pa sqarime, pa akuza, thjesht do të thotë si je. Asnjë gjë më shumë. Të uroj pushime të mbara dhe gëzuar festat. Gëzoj këto festat.
Vazhdoj me shenjën e peshores, peshore gëzuar festat e fund vitit, uroj që këto festat të sjellin sa do pak qetësinë, paqen dhe të sjellin atë që ti ke menduar gjithmonë, e pse jo një surprizë ditën në vazhdim. Këtu jemi me një parashikim të përgjithshëm, është një parashikim për këtë fundvit, çfarë do të sjellë ky fundvit. Dhe shikoj që për peshoren ka ardhur një fundvit me magjistarin, kemi letrën e magjistarit, kemi letrën nëntë monedat, kemi dhe perandorin. Magjistari të tregon e dashur peshore që e ke fuqinë e ke në dorë. Fuqinë e ke në dorë këtë fundvit. Shikoj që ti e di çfarë do aktualisht dhe ke aftësinë e dur dhe krijon një realitet ndryshe nga shenjat e tjera që kemi parë deri më tani. Nuk është një pritje gjatë, por ti je duke i dhënë drejtim vetes tënde sepse ti e ke mjetin në dorë dhe pyetja është se ku do t'i përdorësh gjithë këto fuqi që ke këtë moment. Shikoj që me 9 monedat tregon që je një person i pavarur aktualisht, flet për vetvlerësimin e vetes, flet për mirëqenien, për qëndrueshmërinë. Disa nga ju do ta kaloni fundvitin me persona që kanë ardhur nga një udhëtim i largët dhe shikoj që aty do tregoni që keni disa paqartësi në bisedat me ta. Nuk e toleroni më paqartësinë, po i thua që dua që të kem qartësi në çdo bisedë që ne bëjmë këtu, sepse kjo është një strukturë reale, jo që duhet ta ndalësh këtë situatë që ti ke aktualisht. Dhe me letrën e perandorit shikoj që këtë moment ti je në momentin më të mirë të jetës tënde, duke marrë një vendim. Shikoj që kërkon të vësh disa rregulla të qarta në jetën tënde. Shikoj që nuk toleron më njerëz dhe me sa shikoj sepse me 9 monedat ti di të tregosh peshore që nuk ke nevojë për të qenë në një lidhje boshe, po për ta ndjerë këtë lidhje, këtë marrëdhënie, ta ndjesh dhe të kesh njerëz selektiv në jetë. Me sa shikojmë që aktualisht ti me këto letra më tregon dhe këtu kemi një letër për dashurinë. Shikoj që është një mesazh i drejtë për drejtë, është një mesazh që nuk kam më tërheqje ose kimi për të mbajtur këtë lidhje të gjallë. Me sa shikoj këtu, kjo letër më tregon që kjo nuk do të thotë që s'ka respekt, nuk do të thotë që nuk ka ndjenja, por nuk janë ndjenja të barabarta me të dy ju si persona. Njëri jep, tjetri tërhiqet. Peshorja e ekuilibron, tjetri e prish ekuilibrin. Do me thënë që për peshoren në këtë moment shikoj që kërkon një fuqi personale, kërkon një fuqi dhe një vendim si duhet të veprojnë në 2026. Me sa shikoj këtu, shikoj që peshore si prishet ekuilibri me këtë moment, në këtë moment. Shikoj që ti aktualisht e shikon vetë këtë moment që nuk duhet të investosh dhe me sa shikojmë kërkon disa nga ju, me sa shikoj këtu shikojnë që kërkojnë një person të ri të përputhet më mirë me energjinë tuaj në jetë. Pra kërkoj që kërkoni shumë që të ndjesh a ka do me thënë kjo marrëdhënie, do me thënë që nuk do më këtë marrëdhënien e vjetër që nuk të jep më energji, nuk të jep më fuqi. Pra, janari për peshoren çfarë sjell një fillim të pastër, jo të ngarkuar, do me thënë energjia magjistarit, 9 monedat, të thonë që duhet të kesh një qartësi mendore nga fillimi 2026, të kesh vetbesim dhe ta ndjesh atë të thuash që unë tani këtë gjë e dua. Pra, ti nuk hyn në janar me dilema, hyn ti japësh vetes një drejtim të ri dhe me vendime të pjekura, sepse ke perandorin pjesën e tretë. Pra, këtu shikoj që siç mbarojnë këto festa, je duke vendosur kufij ekzistues në jetën tënde, po e mbajnë telefonin në dorë që ti shikoni letrat nga lart dhe shikoj që ti aktualisht vjen në një moment çlirimi dhe këtë moment shikoj që janari nuk vazhdon si çka qenë më përpara. Janari të thot qartësi, vetbesim, kufij të fortë dhe mbyllje e kësaj marrëdhënie që nuk të jep më ty si person. Janari nuk është i zhurshëm, është shumë themelor, por ti do vendosësh si do dashurosh gjithë vitin. Do me thënë, nëse ti aktualisht kjo marrëdhënie që ke qenë deri më sot nuk të jep më, nuk të mbush më, do të rhiqesh dhe nga janari e tutje shikoj që do kesh lidhje
por do kesh lidhje që të përmbushin ty si person dhe të ndjesh kështu si te kjo letra këtu. Shisa e bukur që ke rënë këtë moment, sepse ti di çfarë kufi do vësh tani dje. Do me thënë që do mbyllësh një port me 9 monedat dhe do hapësh një vit me sukses dhe me energji pozitive ndaj vetes tënde. Peshore, të uroj në netarua që 2025 të mbyllet dhe mos mendosh shumë, sepse me sa pam ty dhe 2026 apo të hynë shumë pozitive. Mbyllje sa je në kohë 2025. Gëzuar festat. Vem tek akrepit gëzuar festat, gëzuar këtë fund vit, të uron në netarua që 2026 atë visa më i mbar dhe për ju. Parashikimi është i përgjithshëm, uroj të lini një koment pozitiv, të bëni dhe një like këtij parashikimi. Po vazhdojmë, ke faqen e shpatës, ke krye përftëreshëm, ke dhe 10 monedat, por gjithashtu ke dhe stay optimist. Do me thënë që faqja e shpatës këtë moment të bën një lëvizje sepse jemi në energjinë e akrepit tregon dikush të vëzhgon akrepit, dikush pyet për ty, të mendon ty. Shikoj që është një mesazh i lehtë, është një mesazh kurioz dhe shikoj që dikush kërkon të filloj bisedën me ty akrep. Nuk është një person i rënd, është një person që mund të jetë edhe i ri, që ti mund ta njohësh në rrjetet sociale, ose dikush që s'ka folur për një kohë të gjatë, për një kohë që ai person ka kërkuar kontakt me ty dhe nuk e ka pasur kontaktin. Priftëresha e lartë të thotë që çfarë ndjen ai person për ty. Ai person të thotë që dëgjoj intuitën tënde, mos bë zbulime të menjëhershme dhe mos u nxito. Këtë fund vit shikoj që ti e di më mirë nga çdo shenjë tjetër se çfarë kërkon, me sa duket, dhe mbaje fuqinë brenda, sepse heshtja tregon mençuri, tregon zgjuarsi, vetbesim. 10 monedat, shikoj që është një letër shumë e bukur, është potenciali, forca, stabiliteti dhe shikoj që është një lidhje serioze, është një lidhje që të jep siguri, të jep qëndrueshmëri, por dhe ju që jeni familjar, shikoj që keni ndryshuar, jeni afruar më shumë me familjen tuaj. Shikoj që këtë fund vit për ju, shikoj që hapni një potencial afatgjat për 2026-ën. Akrepi, të shikoj që ky nuk është një flirt kalimtar. Okej? Jo flirt të kalimtar, sepse ti mund të vish me potencial, nuk duhet të qëndrosh, si ta thonë netarua, të vesh të marrësh atë që do dhe ti ikësh. Prandaj, shikoj që ke siguri familjare, ke gjithçka që ti do këtë fund vit. Prandaj, ka ardhur dhe letra e fundit këtu që të tregon, në fakt unë e kisha për dashurinë, por vjen që të thotë stay optimist about your love life. Mesazhi të thotë që universi të thotë mos u mbyll nga frika, po beso tek dashuria e mirë që ekziston. Prandaj ti nuk duhet të tregohesh naiv me gjërat e tua, nuk duhet të tregohesh që ja unë, okay? Pse po e them këtë gjë, sepse ke diçka me faqen e shpatës që të tregon një kontakt, një kuriozitet dhe është një person që ka shumë pyetje brenda vetes të tij. Ky është një person që të ka vëzhguar prej kohësh, një person që kërkon të kthehet në jetën tënde. Është i lehtë apo i rënd, varet nga komunikimi juaj, sepse ke dhe kryepërftëreshën dhe të thotë kryepërftëresha troç. Besoj intuitës tënde, besoj dhe qëndro me maturi në marrjen e vendimeve. Mos zbuloj gjithçka me njëherë. Dëgjon ndjesin tënde se ti e di kur diçka është e vërtet, sepse 10 moneda të tregon një potencial serios, të tregon si do zhvillohet marrëdhënia, si do zhvillohet kjo bisedë. Biseda nis shumë thjesht, por ka thellësi sepse shikoj që nuk ka drama, nuk ka bërtitje, nuk i ke shumë gjëra të shtruara këtu, ke qëndrueshmërinë më saktë. Shikoj që këtë moment ti duhet të ruash qetësinë, të vësh kufinj dhe aq më tepër të forcosh lidhjen aktuale që ke akrep. Akrep, mesazhi im për ty, qëndro optimist, por jo naiv, dhe beso intuita jote është një zgjedhje saktë. Këshilla ime do ishte mos u hap të gjithëve me njëherë këtë fundit. Lëre tjetrin të tregoj qëllimin e tij, lëre tjetrin të veprojë i pari, lëre personin të flasë. Lëre të vazhdoj. Prit. Nëse ti ndjen siguri,
atëherë mund të flasësh. Të uroj gëzuar festat. Përshëndetje shigjetar, të uron në tarua gëzuar festat e fundvitit, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, ju uron në tarua 2026 atë jetë sa më pozitiv për të gjithë ju. Këtu shikoj që shigjetari për këtë fund vit kanë ardhur letrat Hermiti, ka ardhur letra 3 monedat dhe letra e o zoti i madh që jemi kaq perandor, do me thënë që juve keni këtë energji kaq pozitive. Gjithsesi, vazhdojmë me letrën e parë. Letra e parë e Ermitit më tregon që ky fund vit të gjen më të qetë, të gjen më të mençur me veten tënde, me gjërat që po të ndodhin, sepse ke kaluar shumë kohët e fundit apo vitet e fundit. Dhe shigjetari vitet e fundit, këtë 4 vjeçarin e fundit ka vojtur shumë. Po ta shikojmë, nuk është se e them kot, por numri i Ermitit është 4 dhe numri 4 tregon që 4 vitet e fundit ose 4 mujori i fundit i shigjetarit ka qenë shumë i rënd. Aktualisht sot shikoj që jetë duke marrë vendime për 2026 edhe vitet që vinë. Je larguar nga zhurmat, je larguar nga njerëzit, nuk e do më izolimin e brendshëm, por kërkon atë ndriçimin, atë fuqinë, të marrësh vendime çfarë do të bësh tani e tutje. Shikoj që je më i qetë dhe më i ftohtë ndaj vendimeve të tua dhe shikoj që nuk po nxiton më, nuk je më në atë fazën të vrapoj. Çfarë do të thotë për ty Ermiti? Do të thotë që ti je aktualisht duke mbyllur dramat e tua, po pa bërtitur, pa folur me zë të lartë, je më i qartë, je më i ke thënë vetes çfarë nuk dua më në këtë jetë. Dua që intuita të më të udhëheq, të më ecë përpara. 3 moneda të tregojnë që ke nevojë të bashkëbisedosh, ke nevojë për të bashkëpunuar, ke nevojë dhe për një person të të ndihmojë, të jap një ndihmë emocionale ose një ndihmë konkrete nga punët e tua, nga bizneset e tua. Nuk je më vetëm, të dish një gjë që dikush punon për ty dhe këto janë gjërat më kryesore që ty po të ecin këto kohët e fundit. Kemi 3 moneda që të tregon ke një mbështetje reale, por me sa shikoj ti ke ngelur tek ato fjalët e së shkuarës, por unë do të thoshe që hape rrugën, sepse viti 2026 të hap rrugë, të hap punë, të hap financa, të hap udhëtime, dikush të vlerëson seriozisht dhe aftësitë që ti ke. Perandori që është letra e fundit, shikoj që disa nga ju që janë shigjetar janë të divorcuar, mendojnë për fëmijët, mendojnë për familjen, mendojnë për të patur kontroll mbi ata persona që ka pasur në të shkuarën, kurse për ju beqarët shikoj që keni më shumë stabilitet dhe kontroll në jetën tuaj. Po i mbyllni këtë vit duke thonë me veten tënde që unë kam shkopin tim në dorë magjik dhe 2026 do jetë më pozitiv për mua dhe ke vendosur kofinjë dhe me sa shikoj këtu, i ke dhënë vetes drejtim, i ke dhënë vetes vendime që të ndikojnë shumë në 2026. Letra në lidhje me dashurin, shikoj që këtu aktualisht ky është çelësi i këtij fundviti, mos pranon ndihmën e të tjerëve, qoftë këshill, qoftë ndihmë, kërkon do të thoshe që në fillim duhet të pranosh suportin, sepse deri më sot ke qenë që kokfort dhe kjo të bën që tani kërkon të kesh një mbështetje nga ëngjëjt e tu, por jo të kesh frikë, jo të kesh ose të mbyllesh përsëri që je mbyllur këto 4 vite të fundit. Dua të them që duhet të veprosh me mençuri, duhet të veprosh me bashkëpunim me veten tënde dhe ky fund vit shikoj që nuk është i zhumshëm, por është një fund vit themelor për ty. Për të parë 2026 si do jetë për ty në lidhje me financat, me dashurinë, por tu shikoj që do t'ja lëm janarit e tutje se si do jetë ky vit i ardhshëm 2026. Është një vit shumë i bukur, është një vit që po hyn në jetën tënde me forcë, je duke u rritur, je duke mbyllur disa gjëra në jetën tënde, por duke u shkëputur dhe nga e shkuara. Do të thotë që nëse ti ke qenë një marrëdhënie, sepse shigjetari nuk shkëputet dot kollaj nga një marrëdhënie, martesë apo një bashkëtesë dhe ka ikur, ka ardhur, do të thënë ke bërë rikthime të vazhdueshme tek por
Tani nuk ka më rikthime, nuk ka më shkëputje si gjithmonë. Tani ka fillime të reja dhe jetë të re. Të uroj gëzuar festat dhe paçi, mbarësi në të gjitha aspektet dhe prosperitet sa më shumë. Përshëndetje Briciapi, përshëndetje. Të uroj nënetarua gëzuar festat, gëzuar Krishtlindjet, vitin e ri, ju uron një vit të mbar, 2026 të hyj sa më shumë me prosperitet dhe me fjalë të bukura që shikojmë këtë parashikimin tuaj të 2020 për këtë fundvit, më falni, për këtë fundvit për Briciapin. Briciapi, më del shumë emocional, më del shumë me sy hapur, më del që letra flasin qartë për ty. Me sa shikoj ky fundvit, mesazhi për ty është dikush po vjen, ose rikthehet me fjalë të bukura, me emocione, me premtime, me ndjeshmëri. Energjia është shumë romantike dhe pak ideale. Briciap, po të ndohesh të besosh. Kujdes në çdo fjalë që do t'i dëgjosh. Çdo fjalë e ëmbël është një veprim i qëndrueshëm për ty. Shikoj që Asi i Kupës tregon hapje emocionale, tregon fillime të reja, ndjenja të reja, por mund të jetë diçka që mund të ketë të bëj me një pajtim, mund të ketë të bëj me një shërim ose plag emocionale. Zemra jote po hapet dhe po shikoj që sikur po gjen ekuilibër, sikur po gjen mendjen tënde këtë moment. Por kemi edhe 7 shkopinte që më tregon këtë moment duhet të mbrosh veten tënde, do kesh njerëz që do të luftojnë, ke njerëz që po të vënë, domethënë sikur po të vënë përpara një përgjegjësie ose ndje veten sikur diçka, mbro veten tënde, mos e lër veten tënde të shkelin me këmbë, sepse kjo letër të tregon shenjat që dikush kërkon të testoj durimin tënd. Dikush kërkon konkurrencë me ty, dikush po të bën presion. Por çfarë duhet të bësh ti mos u tërhiq? Dhe këtu e kam për ty Bela më shumë, e di që do ta dëgjosh këtë live. Shikoj që dikush po të teston këtë moment. Nëse po të teston edhe ti me të njëjtën monedë ktheju, duke mbrojtur veten tënde dhe duke mos e lënë veten tënde që të shkelin të tjerët. Dhe kemi dhe letrën pay attention to the red flags. Do me thënë që kjo letër është shumë e rëndësishme këtë moment. Janë shenjat paralajmëruese këtu dhe thotë që me këtë situatë që po të vjen, nuk keni mos përputhje në fjalë apo në vepra, por keni gjëra që mbas ai person të premton diçka, por nuk ka një kohë. Mbase ke një ndjesi në bark që diçka të thotë që nuk është tamam. Bë kujdes. Mos e injoro këtë energji, mos e injoro sepse shikoj që aktualisht kemi shumë emocione të forta. Shikoj që ky fundvit ka fillime, por me sa shikoj këtu, shikoj që duhet të vësh kufij. Duhet të vësh kufij dhe të jesh e qartë çfarë do bësh tani e tutje. Sepse në qoftë se shikon flamuj të kuq përballë, qetëso. Por në qoftë se ata persona kërkojnë vazhdimisht dhe të bëjmë presion, aty ti nuk ke nevojë të sakrifikosh për asnjëri. Ky fundvit nuk është për sakrifica, por është për të bërë zgjedhje të mençura. Briciap, fitoje respektin për veten tënde, jo sepse ti shpreson verbërisht, por duhet të shikosh që nga e kaluara jote, nga njerëzit, sepse ti je një person që jep shumë dashuri, por do të thosha vetë një gjë, që aktualisht këtu, ditën e sotme, shikoj që dikush kërkon të sulmoj, dikush kërkon që këtë fundvit ti të dalësh nga vetja, por unë do të thosha vetëm mbro veten tënde, mbro veten tënde, sepse aktualisht shikojmë që shenjat janë, ndjenjat janë, intuita punon, por mos u tërhiq, qëndro të fjalët e tua, qëndro të bindjet e tua. Pse po e them këtë gjë? Sepse në dashuri dikush flet shumë bukur, dikush flet që të prek zemrën, por ky person apo afrohet tani apo dikush rikthehet me mall. Dhe shikoj që ka premtime, por ai apo ajo thon fjalë por jo vepra.
ti ke nevojë për vepra. Dhe as i kupës këtë të tregojnë që është një fillim i bukur në 2026 për ty, por gjithashtu të vendosësh kufin. Të uroj gëzuar festat. Përshëndetje shenja e ujorit, uron me tarua gëzuar festat e fundvitit, gëzuar Krishtlindjet, vitin e ri dhe uroj që 2026 të sjellë vetëm prosperitet, shëndet dhe çfarë ju do zemra. Këtu kam hedhur për këtë fundvit, çfarë do ndodhi, çfarë do shikojmë këtë fundvit për shenjën e ujorit. Kemi 5 shkopind, kemi 9 shpatat, kemi edhe 8 shkopind. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që diçka në shenjën e ujorit është shumë e fortë, diçka e shpejtë, diçka që do transformohet. Dhe letrat këtu të flasin hapur, ke shumë mendime momentalisht që po flasim, ke ngarkesë, por 5 shkopin të më tregojnë që ke një përplasje shumë të fortë mendimesh, tension, xhelozi nga njerëz të tjerë, ke konkurrencë dhe mund të jetë një debat në një marrëdhënie që mund të kesh ose në çift që mund të jesh. Shikoj që keni shumë keq kuptime këto ditët e fundit dhe shikoj që ke shumë zëra rreth teje këto ditë. Këshilla ime për ty mos luftosh shumë për ego, por zgjidh çfarë vlen më shumë dhe lëre pjesën tjetër, le të flasin njerëzit. Mos i ndiq fjalët mbrapa. Me 9 shpatat shikoj që ke shumë ankth momentalisht dhe që s'te lën të flesh, ke frikë, ke sikur po përsëritet një histori e vjetër. Shikoj që shumë sakrifica ke bërë dhe kjo është frika më e madhe e jetës tënde, që nuk po jeton realitetin, nuk po jeton atë që sikur po e ndëshkon veten tënde, sikur janë gjëra që si kontrollon dot. Në të vërtetë, je ti si person që i mban këto gjëra. Ke dhe 8 shkopin të shikoj që ke një përmbysje të lehtë, ke një lajm apo një mesazh që lëviz shumë shpejt në jetën tënde. Shikoj që mund të jetë edhe një takim i papritur me një person që ke pritur prej kohësh. Por gjërat fillojnë të ecin, shikoj që është një periudhë ndryshe, ky fundvit ka kaluar, domethënë ky vit ka qenë i bllokuar në gjendjen emocionale, por tani aktualisht shikoj që pret një komunikim të menjëhershëm me një person që ke menduar vazhdimisht. Është një vendim dhe ky është një ndryshim ritmi në jetën tënde. Shikoj që letra e dashurisë më tregon që aktualisht dhe këtu është Chelsea, këtu është ajo pasuria e shpirtit tënd. Është një njohje re që është më e bukur, më e thellë, një njohje që do hap emocione, do hap biseda të sinqerta, do hap diçka që do të shërojë zemrën. Shikoj që ke shumë gjëra dhe je duke folur nga ana shpirtërore dhe këtu të qetësohet çdo gjë. Shikoj që çdo tension që ke pasur në fillim është një frikë që ti ke aktualisht na e shkuara jote dhe kjo është një ankth që ti duhet ta çlirosh. Domethënë që çfarëdo gjë që ke pasur në të shkuarën dhe kjo hëna e re që kaluam aktualisht të tregojnë që duhet ta çlirosh veten tënde nga frikrat e tua. Disa lajme të shpejta që po vinë, shikoj që këto lajme janë shumë pozitive, por ke dhe një afërsi që vjen në jetën tënde. Shikoj që në lidhje me dashurinë, shikoj që ke konflikte, ju që jeni në çift aktualisht keni konflikte dhe këtu shikoj që ka diçka që po shërohet, po kalohet dhe dashuria për ju ujor shikoj që ka shumë tensione, ju që jeni në marrëdhënie po flasim, okay? Sepse shikoj që ka debate, ka konkurrencë, personi që ke përballë bëhet xhelos, shumë zëra ngrihen dhe ti sikur po e ushqen konfliktin, nuk mund të mbash dot më për unë da thashe pak më parë mos ushqe konfliktin. Zgjidh qetësinë, zgjidh gjërat sepse duhet ta kalosh këtë ankth, këtë frikë nga e kaluara. Nuk mund të jetosh vetë, këtë harroje, nuk ke lindur që të jetosh vetë, por ke lindur që të jetosh me njerëz që ja vlen të kesh paqen me ta. Aktualisht shumica prej jush janë me njerëzit e gabuar. Aktualisht disa nga ju lëndohen me këta persona që keni përballë dhe ky është një mësim shumë i fortë që 2025 të tregon që stop deri këtu. Mos e vazhdo më frikën e vjetër. Ti ke kaluar shumë gjëra të këqija në jetë. Shikoj që të shkopin të sjellin një mesazh nga një person që e ke pritur prej kohësh, një mesazh, një telefonat dhe janë sqarime që duhet i bësh me këtë person. Energjia po lëviz dhe ti je më qartë me këtë fundvit. Viti që vjen
është që ti duhet ishi sinqert me veten tënde në dashuri. Duhet të flasësh hapur, duhet të flasësh me një energji më të thellë, sepse këto njohje që vinë aktualisht për shenjën e ujorit janë njohje të vërteta, jo si përfaqësore. Shikoj që kemi ndjenja reale, por ti e nis çdo marrëdhënie që nis me tensione. Prandaj, unë të thosha që ujori fiton dashuri këtë fundvit. Kur flet zemra, aty mbyllet frika. Kjo është këshilla e Nana Taros për ju. Uroj gëzuar festat. Vim të peshku, një analizë me thellë për ju për këtë fund të vit, do të bëjnë në Netarua një analizë pa sheqer. Ky lexim flet për shërim emocional. Ky lexim është për zgjedhje të pjekura dhe vendime të pjekura. Peshku, gëzuar festat e fundvitit, uroj që këto festat jenë sa më pozitive për ju. Uroj që këto festat jenë duke marrë një vendim për veten tënde që 2026 mos kalosh më këto plagë të vjetra. Mos I marrësh në 2026 këto plagë të vjetra që ke kaluar deri më sot. Sepse nëntë shpatat të më tregon që ti je sot që flasim, je duke përjetuar plagë, ankth, frikë, nuk e di nga se ke, sepse kjo është një histori që përsëritet. Faji nuk është I joti, por peshku ke mbajtur shumë brenda vetes tënde për një kohë të gjatë. Mesazhi I nëntë shpatas është mendja jote po trembem nga diçka e së shkuarës. Por beso realitetin e sotëm. Ka ardhur koha të mbyllësh ciklin e frikës, nuk je më ti ai apo ajo për të parë kur u lëndove, por mbreti I monedës më tregon që këtu ndryshon loja, këtu ndryshon energjia burrërore apo femërore. Shikoj që je më serioze, më shumë e qëndrueshme, je më shumë e tokëzuar, je më e pjekur dhe nuk mendon më të kalosh ato frikrat, do me thënë ti marrësh në 2026 në frikrat e tua. Por çdo gjë që do kaloj në 2026 do hyj me një emocion shumë të fortë dhe me një siguri shumë të madhe emocionale. Shikoj që do kesh ndryshim në jetë, sepse dikush që hyn tani në jetën tënde, ose dikush që ka qenë aty, por tani është gati realisht, ky person për ty nuk është lojtar peshku, ky person është shumë pozitiv për ty. Dy shkopinti që kemi pak më lartë, ti e për momentin nuk vë kryq, e kaluara që ti njeh dhe ardhmja që të theret. Shikoj që kjo letër është shumë zgjedhje e jotja. Kjo është një letër që të tregon ti mund mos zgjedhësh dashurin nga frika e vetmis, por zgjidh nga vizioni. Me sa shikoj që ke shumë frikë në dashuri, mos lëndohesh përsëri. Dhe vem tek letra e fundit që është në lidhje me dashurinë, është Oracle, it is the safe for your love. Do të thotë që ti aktualisht je në moment shërimi. Universi po të thotë hapur, mund të hapesh, mund të flasësh dhe këtë herë nuk je më në rrezik siç ke qenë në të shkuarën tënde. 2025 të tregoj shumë mësime. Aktualisht zemra jote është më e fortë. Ti duhet të vendosësh kufin në jetën tënde dhe të hapësh shpirtin. Dashuria që vjen nuk kërkon të sakrifikosh. Do me thënë peshku, ti aktualisht duhet të lësh ankthin e vjetër, sepse në dashuri nuk duhet të kesh ankth, nuk duhet të kesh mërzi. Dashuria po vjen, po aktivizohet, është një energji e qëndrueshme. Ke zgjidhje të vetëdijshme për të bërë tani e tutje. Zemra mund të hapet pa humbur veten tënde. Këshilla e Nana Taros, dashuria këtë herë nuk të merr forcën, por të kthen forcën, të kthen paqen, të kthen besimin dhe të jep atë që ti ke kërkuar gjithmonë. Kur të aktivizohet kjo dashuri dhe kjo lidhje, aty ti do shikosh qetësinë dhe do krahasosh të shkuarën tënde ku ke gabuar dhe do thuash që ky person I ri pse nuk më hyri më përpara në jetë. Prandaj ti duhet të aktivizosh disa energji dhe të gjesh një qëllim për veten tënde. Me sa shikoj këtu, aktualisht je në një mëdyshe, je konfuz çfarë duhet të lësh dhe çfarë duhet të marrësh. Të dyja për ty, sepse ti si peshk ke frikë nga vetmia, ke frikë mos jesh vetë. Nuk ke nevojë të kesh frikë, sepse duhet të gëzohesh dhe të shikosh që zemra jote është më e fortë se kur. Aktualisht me këtë letër që thash pak më parë, je të gëzuar,
del një energji shumë e fortë, femrore apo maskullore, por shumë e qëndrueshme, do me thënë që aktualisht ky person që hyn në jetën tënde është një person i fortë, një person që ka siguri dhe nga ana shpirtërore, po dhe nga ana materiale, dhe ajo është gjë më e bukur për ty. Peshku, ke kaluar shumë, por unë ta uroj një fundvit të mbar dhe një gëzuar festat.